Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në xhaminë qendrore në Zhelin me imamin e kësaj xhamie, Hoxh Hafiz Ekrem Hasani, me të cilin do të bashkëbisedojmë për agjerimin në kohën moderne. Nderuar Hoxh, mirë se vini në emision. Mirë se u gjejmë, faleminderit për ftesën. Cilat janë dimensionet kryesore të agjerimit fillimisht? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi ahsanil kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim wa ballaghana rasuluna al-karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna min ash-shahidin. Gjithsesi, falënderimet, lavdërimet, adhurimet më të sinqerta i takojnë lartë madhërisë Allahu dhul Jalal, i cili na udhëzoi neve në këtë fe. Ne nuk do të ishim të udhëzuar sikur Allahu xhalla shanuhu mos na udhëzonte. Paqja, shpëtimi, bekimi dhe rahmeti Allahu xhalla shanuhu qofshin mbi më të dashurin Allahu xhalla shanuhu Muhammed Mustafa, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Jemi në muajin e shenjtë, në muajin e bekuar të Ramazanit Sherifit dhe ajetin të cilin e fillova në fillim, pikërisht kjo ajet ka të bëjë në përgjithësi me obligueshmërinë e agjerimit të Ramazanit. Por unë do të mundohem që rreth kësaj pyetjes do të mundohem disa fjalë t'i them, duke u bazuar, kuptohet, në fjalën më të mirë, në fjalën e Allahut dhul Jalal. Para se me fol për agjerimin në kohën moderne, unë pikëpari duhet të ndaj agjerimin në dy dimensionet më të rëndësishme dhe më kryesore të çdo ibadetit, por në këtë rast të agjerimit. Çdo ibadet ka dimensionin e vet, teknik dhe dimensionin tjetër i cili është fetar dhe shpirtëror dhe edukativ e kështu me radhë. Si namazi dhe të gjitha ibadetet tjera, po në këtë rast agjerimi edhe ki ndahet në dy dimensione, dimensionin teknik dhe atë shpirtëror. Se i përket dimensionit teknik, Allahu xhalla shanuhu përmenden për agjerimin, i ndahen njerëzit në dy kategori, të cilët kanë mundësi teknikisht të realizojnë këtë obligim dhe të cilët nuk kanë mundësi. Prandaj thot: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr." Kush nuk ka mundësi të agjerojë për shkak të ndonjë smundjes, pamundësisë shëndetësore, ose është në rrugtim në udhë dhe rruga është e vështirë, ata do të kompenzojnë këta ditë me ditë tjera, kur do të kthehen prej udhëtimit ose kur do të bëhen më mirë. Pra Allah me këtë dëshiron lehtësim për besimtarët dhe jo vështirësi. Nga kjo kuptojmë se kjo ajet i përmendën teknikën e namazit, nga se teknika e agjerimit është të ndalurit nga ushqimet e rëndomta që njeriu gjatë jetës i ka, për një kohë të caktuar ka të ndaluar, dhe disa gjëra tjera të cilat më veç i dim se cilat janë të ndaluara gjatë agjerimit. Pra, prej paragimit deri me perëndimin e diellit, njeriu është i ndaluar nga ushqimet, haja dhe pije. Pra, nëse besimtari realizon agjerimin, ashtu si kërkojnë kushtet dhe si kërkojnë shartet e agjerimit, ai konsiderohet se e ka kryer obligueshmërinë e agjerimit. Pra, do të thonë të ndalurit nga ushqimi, haja dhe pije. Këtu nuk përmendet elementi ose dimensioni shpirtëror, por përmendet vetëm elementi teknik, pra të ndalurit nga haja dhe pija, si është elementi teknik të namazit, do të thonë të kryesh shartet, shurutet e namazit që janë me kiamin, me leximin, rukuja, sejdja kështu me radhë. Pra, me këtë kuptojmë se dimensioni teknik i agjerimit është me rëndësi dhe pa të nuk mund të konsiderohet agjerim, por nuk e lëm anësh edhe dimensionin tjetër i cili është shumë me rëndësi dhe pikërisht objektivi
kryesor dhe qëllimi kryesor i agjerimit është dikun tjetër, jo vetëm te teknika, për të cilën mund të flasim edhe më vonë për nëse njeriu mundohet të bën vetëm anën teknike e nuk interesohet edhe për anën shpirtërore dhe edukative, atëherë nuk e ka atë vlerë, prandaj edhe ka thonë pejgamberi alayhis salam se Allahu xhaleshanu në hadithi kusi ka thonë kush nuk e lën gënjeshtërën dhe veprimin me gënjeshtër, Allahu nuk është i nevojshëm që ai për Allahun ta lën hajën dhe pijen. Sot në kohën moderne me avancimet e mëdha teknologjike, të cilat janë bënë, teknologji të jashtëzakonshme kena, padyshim që edhe gjatë agjerimit, gjatë muajit Ramazanit ne do të teknologjitë të cilat i kena në duart tona do t'i përdorim ato. Cilat janë anët pozitive dhe negative të kësaj teknologjie? Ne gjithsesi çdo herë falenderojmë Allahun për gjithçka që Allahu na ofron neve dhe na jep mundësitë, kuptohet se njeriu duke shfrytzuar mendjen dhe intelektin e tij, ai ka arritur që edhe të zbulon edhe teknologji dhe të zhvillon jetën me anë të teknologjisë, të cilën sot e kemi në duart tona, e cila ka munguar më herët në të kohën klasike. Por s'mund të qëndrojmë indiferent nga ndarja e teknologjisë edhe në aspektin pozitiv edhe në aspektin negativ. Kuptohet, gjithçka që Allahu ka krijuar ajo është vetëm pozitive, s'ka negative. E gjithçka që dora e njeriu të prek, pa marrë parasysh sado që të na duket neve e lehtë ose e mirë, ajo e ka edhe atë anën negative, por ne gjithsesi duhet të shfrytëzojmë ato anët pozitive. Anët pozitive të teknologjisë janë para së gjithësh, unë ta them edhe këtë, në këtë moment kur ne tash duke shfrytzuar teknologjinë, duke shfrytzuar këto mjetet e informimit, do të thonë TV të ndryshme, konkretisht tash në këtë rast TV Kohën, e cila po na interpreton neve direkt për shikuesit tanë të nderuar. Edhe kjo është një e mirë dhe është një pozitive që kemi arrit me anë të teknologjisë se jemi më afër të shikuesve, më afër shoqërisë, xhamatit e kështu me radhë, ku kemi mundësi ne të tuqasemi xhamatit me informacione dhe me këshilla dhe udhëzimet që kërkohen prej hoxhallarëve dhe prej të gjithë edukatorëve pa marrë parasysh në cilën lëmi. Teknologjia, anën pozitive është se ka lehtësuar shumë punën e njerëzve në përgjithësi, të cilët më herët në kohën klasike është dashur të harxojnë shumë kohë dhe shumë mund për ta kryer një punë të caktuar. Ndërsa sot, ato punë të cilat kanë dashur shumë kohë dhe shumë mund, sot mund t'i kryejmë me një kohë dhe me një mund shumë të vogël dhe arrijmë deri te qëllimi dhe te motivi ose objektivat të cilat i kemi. Mandej shumë shpejt arrihet edhe te informacionet e ndryshme që kemi nevojë ne. Informacione fetare ose informacione edukative, informacione shkencore, arrihet përmes rrjeteve sociale, përmes teknologjisë, arrihet shumë shpejt vim të një informacion që është i nevojshëm qoftë për individin, qoftë për familjen ose për shoqërinë. Pra dhe kjo është një pozitive. Mandej komunikimi i njerëzve me njerëzit, me familjarët të cilët janë larg, fizikisht janë larg njëri tjetri, komunikimi arrihet shumë shpejt dhe shumë lehtë dhe shumë efikas. Pra këto janë anët pozitive që mund njeriu të shfrytëzon. Po edhe agjerimin, në këtë rast, e kemi shumë më lehtë duke shfrytëzuar edhe teknologjinë. Pse? Për arsye se personat fizik të cilët punojnë në punë të rëndomta, po që kërkojnë edhe kohë, kërkojnë edhe mund, sot me anë të teknologjisë, duke agjeruar, ai nuk ndjen vështirësi për ta kryer të njëjtën punë që odesh ta punojë edhe më herët. Pra, e ka mundësinë që agjerimin ta agjerojë shumë lehtë, edhe duke mos e ndërprerë punën, për arsye se nëse o dasht dikur të ecë në kamp për të arritur deri te vendi i punës, sot i ka mjetet, i ka teknologjinë dhe arrin më shpejt. Mandej, edhe gratë e nderuara, të cilët tan vise, kanë qenë dhe janë edhe sot kësaj dite
në kohën klasike ata është dashur të harxojnë edhe mund, edhe kohë vështirësi të mëdha për ta përgatitur ushqimin, për të bërë pastrimin e banesës, për edukimin e fëmijëve. E kështu me radhë, të gjitha punët që është dashur t'i bëjë një zonjë, atëherë dashur të ketë edhe kohë më tepër, edhe mund më tepër. Sot teknologjia ja ka lehtësuar edhe asaj punën, duke i përdorur mjetet teknologjike dhe ajo nuk hasëm në vështirësi edhe nëse agjeron. Pra dhe njerëzit tjerë, bujkët, të gjithë njerëzit të cilët punojnë me anë të teknologjisë, duke shfrytzuar atë, ata, më thonë, agjerimin e kanë ma lehtë, pra i ndihmon teknologjia dhe agjerimit në kohën moderne tash. So përket anëve. Kjo është ana pozitive. Tash medalja çdo herë ka dhe anën tjetër. Anët negative. Unë shpresoj të jenë më pak se sa anët pozitive, por megjithatë nuk mund të mos ketë edhe anë negative. E tash nëse bëhet fjalë, tash jemi duke bërë fjalë për agjerimin në kohën moderne dhe duke shfrytzuar teknologjinë. Ajo ana pozitive që ne sot arrim shumë shpejt deri te informacioni, dal ngadalë kur e kishim fjalën pak para për dimensionin shpirtëror, Allahu xhalla shanhu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besim drejt, u është bërë juve obligim agjerimi, ashtu si ishte obligime dhe të popujt më përpara jush, me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Pra, te kjo fjala e fundit ne kuptojmë se objektivi dhe qëllimi kryesor i agjerimit është ajo ana edukative dhe ana shpirtërore, pra të arrijmë ne devotshmërinë, kënaqësinë Allahut dhe të arrijmë atë lidhjen shumë të fortë mes neve dhe mes Allahut xhaleshanu. Pra agjerimi ka këtë qëllim. Nëse agjerimi nuk ndikon te ne, që ne të jemi afër Allahut, që ne të pastrojmë shpirtin dhe të pastrojmë zemrën dhe të rregullojmë edukatën dhe kulturën, moralin tonë, atëherë shumë pak do kishte efekt dhe nuk do ta kishte agjerimi atë kuptim që e kërkon Allahu xhaleshanu. E tash me që agjerimi është për të arritur deri te devotshmëria dhe te kënaqësia e Allahut dhe te pastrimi i shpirtit dhe zemrës, ne duke u dalldisur nga rrjetet sociale dhe teknologjia në përgjithësi, ne sikur ajo mund të ndikojë negativisht te ne, agjerojmë, por agjerojmë vetëm teknikisht. Pse? Nëse si 11 muaj para agjerimit, edhe vazhdojmë me atë rend dhe me atë tempo ose me atë dinamik të qëndruarit tonë në ekranet televizive ose në ekranet e mobil telefonove, duke ndjekur gjithçka që postohet, qoftë në Facebook ose në TikTok ose në Instagram dhe në rrjetet tjera sociale, atëherë ne pa hetuar teknologjia ne i vjedh një pjesë të madhe të kohës tonë. Në vend që ne ta shfrytëzojmë kohën aty ku është i kënaqur Allah, pra agjerimi është muaj i Kuranit, është muaj i leximit, është muaj i ibadetit. Ne në këtë muaj duhet më tepër të japim prioritet, më tepër të japim të drejtë vetes tonë që të merremi me lexim të Kuranit, me dhikre dhe të përkujtuarit e Allahut, me lexime të ndryshme. Edhe nëse i shfrytëzojmë prap këto mjete, do të ishte shumë mirë, por të shfrytëzojmë për të mirë, më të shfrytëzojmë negativisht, do të thonë duke i ndjekur postimet e tjerëve ose edhe duke si e kemi edhe traditë edhe të komentojmë komente të ndryshme. Nisoj, për shembull, nëse ne gjatë agjerimit ulemi me dikandit dhe bisedojmë për tjetrin, pra bëjmë përgojim, ose bëjmë ndonjë shpifje, ose ndonjë gënjeshtër, ose ndonjë shaka që nuk është me vend, nëse edhe në rrjetet sociale, për shembull, komentojmë te postimet e tjerëve dhe i marrim përgojë njerëz të tjerë duke shkruar në komentet e ndryshme, atëherë ngjajmë edhe ne si me përgojuar. Atëherë vim deri te hadithi i pejgamberit që nëse dikush agjeron dhe nuk e lën
gënjeshtrën dhe veprimin me gënjeshtër, tërë Allahu s'ka nevojë për ty që të lanë ushqimin, hajin, pijen që e ke bazë të jetës sonde. Pra, domethënë, nga kjo negativ jashtë që mos qëndrojmë tepër në rrjetet sociale, për arsye se ato mjetet informative ose rrjetet sociale neve sikur na joshin edhe na i bën të mundshme që ne të harxojmë kohën aty ku nuk ka nevojë dhe ku kemi të do. Dhe i nderuar i Hoxh, për fund një mesazh për teleshikuesit. Mesazhi im si çdo tjetër, ta shfrytëzojmë maksimalisht agjerimin, jo vetëm duke qëndruar pa hëngrë dhe pa pi, po ta shfrytëzojmë aty ashtu si kërkon Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, me ibadete të ndryshme, me falje të namazit, me xhamat, nëse e kemi mundësinë, domethënë kemi kohën e lirë, mos ta harxojmë kohën duke qëndruar ashtu si thash pak në para ekraneve, të cilët të dinë të ekspozojnë edhe programe jo aq të mira dhe më keq nëse edhe në agjerim ka aso programe, duke bërë vizita të ndryshme, të ndërsjella me miqët, me dashamirët, me shokët. Dhe një mesazh pak më special është bërë trend në kohën moderne, që njerëzit shumë daldisin iftarët të organizojnë të hanë në për restorane të ndryshme. Nuk është problem nëse ndodhen një herë, dy herë, kjo s'është problem se zatën edhe është porosia e pejgamberit që të grishim dhe të ftojmë dashamirë dhe miq të hanë bashkë, por do të ishte shumë mirë të shfrytëzonim agjerimin, të ulemi bashkë me familjet, me fëmijët, me nipa, me mbesa, me babë, me nonë, edhe me ata fëmijë që i ke aty afër nganjëherë, të afrohemi te një sofër, të këmbejmë mendime, të këmbejmë edhe këshilla njëri për tjetrin që me këtë formë ne të shtojmë dashurinë mes njëri tjetrit, mos të qëndrojmë vetëm në për restorane ku kuptohet se e kemi më të gatshme, por atë që mund ta bësh në sofrën tënde, mund ta bësh dikon tjetër, dhe e shkuarja deri te një restoran të merr më tepër kohë dhe ndëgjojmë çdo herë për njerëzve të cilët edhe e lanë pa falë edhe namazin madhështor të teravis, për shkak se vënohen në për restorane dhe mandej se në arrin dot që ta falnin namaz bashkarisht namazin e teravis. Edhe shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarve musliman në trevat tona dhe sidomos këta besimtarë të cilët na ndjekin tash për momentin, va uroj muajin e bagatë të Ramazanit Sherifit, duke i lutur Allahu që Allahu edhe agjerimin dhe çdo ibadet tjetër t'ua bëj kabul dhe t'i pranoj me pranimin më të bukur. Amin. Ju falenderojmë shumë, Hoxh i nderuar, që ishit pjesë e këtij emisioni dhe ju falenderojmë për këta këshilla kaq të bukura që na dhat neve dhe gjithë shikuesve tanë. Zoti t'ju jep një jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në misionin tuaj. Amin. Faleminderit shumë edhe ju për ftesën. Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë që ishit me ne dhe ju dëshirojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.